besimtari përmes mësimeve të Allahut te bareku teala arrin që çdo situatë ta kthen në favorin e tij. Spari të ndërruzër, çështja e parë që duhet të më marrë është se udhëzimet e Allahut na mësojnë çysh me reagu në çdo situatë. Prandaj njeriu nuk bën me reagu asnjëherë me bazën e epshit të tij, me bazën e, për shembull, natyrës së tij, me bazën e momentit, emocionit, euforisë jo. Do të më konë i edukum, do të më konë i ndërtum, do të më konë i till, i formuar që me reagu në çdo situatë sipas asaj që ka thënë Allahu xhalla xhelaluhu. Nga se për çdo situatë ka udhëzim. Po çdo gjë që ndodh në dunjë ka udhëzim i caktuar, ka çështje më apo. Dhe aja që i ndodh muslimanit këtë dunjë nuk del jashtë 3 situatave. Jo vetëm muslimanit, kujt do në botë. Do mund të ndodhin me qindra mira situata në jetë, po ato nuk dalin jashtë 3 fushave. S'ka mundësi me dhëtë. Ja është e para, ja e dyta, ja e treta. S'ka më tepër. Krejt jeta e njerit sillet rreth 3, domethënë boshteve, rreth 3 fushave të caktuara. Dhe për çdo fush, për çdo situatë na ka mësuar Allahu xhallahu çish me reagu. Dhe kjo është nga mirësitë e Allahut, dhe kjo është nga begatitë e shpalljes. Cila është situata e parë? Ajo që takon pejgamberi son. Nëse godet një e mirë, do të thonë dunja ndodh e mira. Cila është e mirë? Kush e di sot mira ka në dunja. Ama ajo që ndodh është e mirë, është hajër për ty. Është çështje e këndshme për ty, është çështje e pëlqyeshme për ty. Dhe në këtë situatë çka do të më bëj? Reagimi me falëndru Allahun azza wa jall. Elhamdulillah për këtë mirësi, edhe me qenë mirënjohës ndaj Allahut për mirësinë që Allahu ta ka dhënë. A është kjo situata e parë? Po. Cila është situata e dytë? Me ndodhë diçka e kundërta, e pakëndshme. Me ndodhë një sprovë. E këtu që duhet me reagu? Me sabër. U kry? Ti e ke jap provimin. Çka do që të ndodhë në dunjë e pakëndshme? Sprovë, fatkeqësi e caktuar. Çka do që të ndodhë? Reagon me sabër, tregosh i duhesh i përmbajtur, e ke dhënë provimin. U kry? E cila është e treta? Ja është mirësi, ja është sprovë. Këtu e në dy kryesorët. E treta mund tjetë si pasoj e ndonjë dështimi në reagimin e para po reagimin e dytë. E çka do të këtë dështim? Do më bëndë një mëkat. Do nuk ke falëru Allahun që ka kërku, ke bo gjuna. Ose nuk ke bo sabër sa duhet në atë që duhet me bo, ke bo gjuna. Atëre, dështimin e njërë nga këtë një fusha, e bënë në një fush tret të gabimeve. Qështu të me reagu? Me kërku falje. E këna mësu me kërku falje të uben, e krejt jetë e njëtë që kjo. Njëri sidit mes falërimit edhe mes durimit. Andaj feja është falëndrim, ose është durim. E në rast të dështimit, në reagim, në njërin nga këtu dyjat, kërkon falje të ka Allahu xhallahu. E kur reagon që duhet në këto 3 situata të ndërruazën, çysh është rezultati për besimtarin? Veç hajër për ta.